se të gjeta në kuzhinë. Mirë se erdhe. Mirë mëngjes. Mirë se erdhëm, mirë se ju presim, si është. Gjëja më e bukur është mirë se ju gjeta. Mirë se erdhët, shifet. Më fjalë. Mirë se ju gjeta, mirë se erdhët. Këto janë shprehje me taban, me shumë taban. Si themi kuzhinë me taban, me tradit, dhe kanë fjalë të ngjat jeta. A ka fjalë më të bukur se kjo? Absolutisht. Dhe me që ne themi me të ngjat jeta, vallai jeta të ngjatet i të shik, të zgjatet me ca petlla të fshira. Bukur fort. Mire ke gjetur. Nëse ta bukur fort atë. Atëherë për këto petullat mua më duhet. Këtu kam hudhra edhe gjalp për spërkatja. Kam djath edhe gjithë si të doni ju, çfarë mund të keni ju në shtëpi. Unë e kam me djath të thërmuar, po gjitha shumë mirë se vëndson e djathin e thërmuar. Kam qumësht në ujë, po deshët nuk shtoni fare qumë, shtoni ujën, si të dëshironi ju, nëse i doni pak më të buta, më të mëndafshta, shtoni vetëm qumështin. Kam vezën, kam mjellin, se pak të s'kam ku shkoj dhe nuk quhen petulla. Ka petulla pa mjell? Nuk ka. Ja, edhe e lëm këtu kam një vezë dhe pak skrip. I thash të gjitha, patjetër të gjitha, piçetova i kam. Prapën edhe më pas. Atëherë unë do të shtoj qumështin, pakës qumësht, vezën. Një rrahje. Edhe ky emërtimi i tyre është kështu interesant. Shtoj kripën. Duhet ujë, diku te 250 ml ujë, 100 ml qumësht, prandaj thash bëjni si të dëshironi ju, çfarë ju keni në shtëpi. Hudhrën, unë kam kaluar në rende dhe në gjalpin e shkrirë. Shtoj masën e qumshtit, jo gjithë, sepse në varësi sa unë do shtoj, duke hapur mjellin dhe masën e mjellit ju e shikoni këtu, gjë që unë e hedh me hamendje. Shtoj mjellin dhe në varësi të masës së qullit, unë shtoj qumësht ose ujë si të dëshironi ju. Derisa janë të fshira, janë kështu të holla, më delikate. Patjetër që duhet jetë holl. Edhe në brum. Direkt. Sobën. Dhe pakos fare. Një prekje, kur themi një prekje krip. E mirat mirave është gjithmonë qullit duhet të qëndroj. Po, ne jo ta lëm të qëndroj pak minuta. Kjo është masa e qullit që do t'i vendosim më pas në tigan, e rrjedhshme, kështu e holl, dhe 2 përbërësit e tjerë do t'i vendosim mbi petullat që do të piqen fillimisht. Duke lënë të qëndroj pak brumin, e bëjmë atë shkëputjen tonë të zakonshme, që është shumë e shkurtër, gjithsesi e ndihmon pak sa brumin të qetësohet, dhe të mos e shtojmë direkt në tigan të piqet. Kështu që me njëherë do të shkëputemi për pak fare dhe do të rikthehemi për t'i skuqur petullat dhe më pas do t'i vazhdojmë mbushjen me djath, me gjizë. Me djath, me gjizë, me çfarë të doni ju? Jep shije, edhe i mban dhe ato të buta me ato kremin brenda të. Sepse do kalojnë të gjitha shumë mirë në këtë tavën cilindrike simpatike, që do të vendoset në furrë. Edhe kemi në kuzhinë, vazhdojmë të përgatisim petulla të fshira. Përsërisim edhe një herë së bashku të gjitha produktet që ju duhen për këtë recetë të shpejtë të traditës. Ju duhet një kokër vezë, 500 ml qumësh, 250 ml ujë, 400 gram miell, 1 lugë çaj krip, 100 ml qumësh, 150 gram gjalp, 2-3 thelpin hudhër dhe djath i bardh i thërmuar për t'i mbushur këto petulla. E kemi nisur me brumin dhe Albana tani po i vendos në tiganin që nuk ngjit, tiganin e shesht, për t'i skuqur apo pjekur ato. Ja, ashtu. Kemi dhe ato spatullën tjetër, ne, që i kthejmë. Do të vendosem më pas në tepsi, Tafma e madhe, tafma qare. Shef Olen edhe nuk e tafma.
Në, shë, gjithë mjëllë që është këtu që të bëjë në shkreta. Më hip të fmaja. Kjallë se nuk i këtem do të këshu me t'i kandi qërë. Ja. Qa të pengoj? Qa më pengoj? Më ma zhjus me më ato më sa të në pikse në duan aty, nuk ka nevoj për shumë. Atere, ku është gjëja kryesore këtu për shembull? Deri në momentin, edhe pa ditur fare, edhe nuk lëviz tigani fare, në momentin që fillojnë këto bulzat e vogla, do të thotë që është... Gropëzat, më kthe, po. Nëse unë nuk e kthej dot... Marim atë spatullën tjetër, sa jo është për tjetër gjë. Kjo është për të shkëputur këta. Për të shkëputur. Dhe këtu i vendosim direkt në tepsine, apo do t'i ndajmë? Direkt me në tepsi. Aty se do të marrin dhe një pjekje në furë dhe... Më mile të gjemë. Qa është themun? Mëngjes është, oreks kemi. Të parën fare direkt. Këtu. E doktor? Na me ja. O, pase... Tani petull pas petulle, do hidhet pjesa tjetër, pastaj e mbushjes, edhe e gjalpit apo yndyrës me hudhra. Pra duhet të bëj edhe në bazë të, ja ka që holl duhet, faktikisht. Përgatisni i brum të holl, pra që ta keni për më të lehtë këthimin e petullave. Përse të parë pra më të trashë, sepse është baza poshtë. Gjeta vegjën. Të mbaj gjithë peshën, të mbaj djathin, të mbaj gjizën, nëse do të apërdorim njëra pas tjetërës, dhe ajo ja gati është. Nëse unë e kam pak më të pjekur, do thotë që unë e vendosë filluan gropëzat. Më pak në... E lë më pak në furë. Është një nga këto recetat e korçës. Pa, të ju klindja i përdorë më shumë. Pa tjetër. Edhe pastaj... Sidomos, kur janë tek e tek palacinka. Palacinkat, po. I thonë tek e tek palacinka, krepa, se procesi është i njëjtë. Sepse është pal. Po. E gjithë çështja këtu është. Faktikisht tani, o do hedhësh djathin ti, që do bëjmë tani në këtu? Edhim djathin. Pra djath të fermuar. Po, hidh djathin e fermuar, pritë do unë të marrë një... Hidh djathin e fermuar. Se bashkë me djathin, do edhe në qik... Tani këtu unë, tek djathin nuk shtova fare. Hudhra me... Op... Me gjallë, hudhra të shtypura. Dhe, ti vendos... Shumë paka. Ok, vendosim tjetrën. Aty pastaj në furë, këto petët me njëra tjetrën, usiten më mirë, qëndrojnë më mirë dhe më pas ndahet si një pra që të jetë një krep e hollë, pra që tjetë edhe, jo vetëm komode dhe praktike në të konsumuar, në të prerë, por edhe kryhohet pastaj një mas më vete, që ndahet. Gjithmonë e përzijem, që të kemi masën e një trajtshme. Se kullona ajo po shëndon dhe mbetet pjesa më lehtësipër. Aq edhe më mirë është. Derisa të krijojnë këto bulzat e vogla. Nuk harojmë, një herë në 3 herë, bëjmë edhe lyerjen e tiganit. Po, sepse e përthith brumi. Dalë dhe pak, që të ketin pak pjekje. Në momentin që ne duam të gveza mos mbaj erë, ne shtojmë pak fare uthull. Largon aromën e vezës. Dale, se e shof që... Sa vjen dhe brumi është dhe më i mirë, më elastik, temperatura e tiganit është e duhur. Me përbërësit e duhur, normalisht ne kemi... Gati. Pra pas çdo pete, shtuam edhe njerë, si që thamë, gjalp me hudhra dhe djath. Metin vetë këtyre, që unë të ke mundësin të... Një spërkati, gjithashtu dhe një përzjerje shumë e mirë, që të përhapet hudhra, të bëhet masa i trashme homogjene, dhe përse cilën mjafton një lugë. Nëse e doni më tepër të dominoj gjalpi dhe hudhra, mund të ashtoni dhe 2 lugë.
Kota ka marrë pjatën, fare nuk më duhet. Do ta vendosim direkt në furr, kështu që te pjata kur ta servirim në fund fare, kështu që do të na duhen më vonë. O muaj të mbar të kemë. Muaj të mbar të kemi. Muaj të mbar, një muaj i ri, sfidues, ekuilibrues, sepse e treguam edhe nga panorama astrologjike që do ekuilibrohen ato sfidat që filluan në shtator, dhe një muaj që ka filluar të jetë edhe me temperatura më të ulta, më të freskëta. Po pra prandaj bëra sot unë këta të fshira. Por gjithashtu edhe sensibilizues edhe thirrës, jo vetëm për muajin tetor, por për çdo ditë të vitit, për kontrolle të herpasershme të vajzave grave, për të kuptuar ku janë, si janë, për të vlerësuar dhe kontrolluar veten, sepse çdo kontroll i hershëm shëron dhe shpëton jetë. Djath shkoj bollik, ja, sepse e duan atë mbushjen e duhur. Tu ke nxjerrë edhe gjizë, ke nxjerrë për ta shtuar bashkë, ti përzihet për shembull? Djathi ka më shumë krip, gjiza ka më pak, unë kam njomës. Po i përzihen çik. Po, unë kam njomës, që kështu. Derisa duhet edhe pakës, dhe shikoj që kur e ngacmoj me shpatull, opa, ja. Janë gjithmonë anët e tiganit që ndihmojnë. Tu si ka shkuar nxehtësia akoma. Do dhe pakës. Shtojmë edhe 2-3 të tjera mos kemi? Po. Marrim dhe pak djath tjetër te kutia jonë. Ke gjizën, s'ka problem. Po, i përziej të dyja dhe kështu pra përgatitëm recetën, se do ta vendosim edhe pak minuta siç tham. Aty në furrë, në një furrë të parangrohur. 2 lugë, 1 lugë me vaj dhe me hudhra, dhe pjesën tjetër. Ajo është e fundit? Okej, që ta hedh të gjithë sashin e djathit këtu. Shifni sa e shpejt. Normalisht që vonon pak më tepër për të krijuar ato bulzat e veta. Po. Shumë në rregull. Dhe kjo e fundit është pakos më e madhe. Mbuloj gjithë sipërfaqen. Përsërisim edhe një herë së bashku recetën, sepse kemi përfunduar disi për ta vendosur dhe në procesin e fundit. Petulla të fshira po gatuajmë për pjesën e brumit të lëngshëm të rrjedhshëm. Një vezë, 500 ml qumësht, 250 ml ujë, 400 gram miell, 1 lugë çaj krip, 100 ml qumësht, 150 gram gjallë pishkrir i përzier me 2-3 thelpinj hudhra të shtypura dhe djath të bardhë të thërmuar, nëse doni mund t'i përzierni edhe me gjizë apo njomzë. Kemi dhe petën e fundit për ta vendosur dhe do të shkëputemi për reklama për të vazhduar se kemi ende receta, produktet i kemi bërë gati, kështu që të rikthehemi pas publicitetit për t'ju treguar dhe për të vijuar me procesin e punës. Ne shkëputemi për reklama tani dhe do të rikthehemi, deri në fund do jenë pjekur edhe palaçinkat tona ose petullat e fshira dhe do t'i shijojmë së bashku, kështu që ju presim pas publicitetit. Ka përfunduar receta, kujdesesh dhe nxehtë, marrim më mirë një dorezë. Për ta servir dhe për ta treguar përsëri tek ju, te tavolina, ja receta e palaçinkave. Vendosim gjellën me presh, mund ta vazhdoni në sobë, mund ta vendosni në furrë, është zgjedhja juaj. Këtu do të ajkoset më mirë, do të jetë pak më kremoze, edhe më e përthithur mirë ato lëngjet. Gjithsesi, në të dyja variantet është shumë e mirë. Kjo është tava, siç tham, e përfunduar e petullave të fshira, që ndryshe që i treguam në pjesën tonë të parë.